Në një aktivitet të zhvilluar në Korçë, ku morën pjesë edhe përfaqësues të qeverisë së Azerbajxhanit, kryeministri Edi Rama dha detaje mbi projektin e gazifikimit që do të shtrihet fillimisht në këtë qytet dhe më pas edhe në zonat e tjera të vendit. Ai e cilësoi këtë nismë si një hap domethënës jo vetëm në drejtim të angazhimit energjetik, por edhe të marrëdhënieve të forta me Azerbajxhanin. Të zbatimit, sepse projekti ka nisur siç e pa kohë më parë për të ardhur deri këtu dhe pal mbështetjes nga presidenti, pal garancisë që është profesionalizmi dhe kapaciteti i Sokarit brenda vitit 2026, kjo punë e bukur për Korçën synohet të përfundojë dhe në 2027 korçarët të jenë të parët që të ndezin çelësin e ngrohjes me gaz. Ai shtoi se ky investim është i lidhur me shtrirjen e mëtejshme të gazsjellësit TAP, si dhe me projektin strategjik Ioniano Adriatic, që synon të rrisë integrimin energjetik rajonal. Në vijim të fjalës së tij, kryeministri paralajmëroi investime të tjera të rëndësishme në fushën e energjisë, duke përmendur një projekt prej 1.8 miliard eurosh për zgjerimin dhe kapacitetet në hidrocentralit të Devollit dhe krijimin e një sistemi të riprodhimit të ujit për prodhim më të madh energjie. I Shtatkraftit, një kolos tjetër europian, i cili do të investoj 1.8 miliard euro për të zgjeruar kapacitetet e Devollit, e hidrocentralit dhe për të krijuar një sistem ripërdorimi të ujit në funksion të rritjes kapacitetit. Janë burime të reja, janë fuqi e shtuar për sektorin energjetik dhe për ekonominë tonë. Sipas tij, objektivi afatmesëm është që Shqipëria të bëhet energjetikisht e pavarur deri në vitin 2028, ndërsa në vitin 2030 të jetë një eksportues neto i energjisë.